Qyteti i humbur. Po sikur në këtë planet të ekzistojnë disa vende që për njeriu nuk ka akses, pra nuk mund të shkoj atje. Ju do ta besonit? E di që për dikë njeriu ka shkuar gjithandej dhe njeriu njeh çdo gjë, por nuk është e vërtetë. Dëgjojeni këtë histori me vëmendje. Kush është rastisht do t'i lutesh ati bëj like faqes që të shihemi sërish, nuk ju kushton asgjë dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Kjo histori nuk është. Më kujtua sot sepse po lexoja një frazë të Jules Vernit. Jules Verni ishte pak më përpara, pra e viteve 1900, mos gaboj 905 ka vdekur Jules Verne, mos gaboj. Kurse Percy, sepse ky është Percy Fauche. Percy Fauche, një eksplorator anglez, i përket vitit 1925. Dhe historia e tij është tepër e çuditshme. Percy ishte një eksplorator. Në ato vite, nëse mbani mend, gjithë historitë me një fjalë e kafkave të kristalta ose edhe diamantëve e gurëve të çmuar, filloi pikërisht nga vitet 1800 dhe deri nga vitet 1900 e ca, 1950, sepse me luftën botërore le të themi që u ndërprem pak. Por kërkimet më përpara ishin të shumta. Dhe ishte pikërisht ajo periudhë. Percy shkonte në kërkim të gojdhënave dhe ishte karikaturisht, se këtë doja të thosha. Mbaj mend shumë mirë këtë. Pra, shiko ku u bazua Percy. Nuk u bazua në kërkimet si bënin disa, për shembull, që shkonin në bazë të studimeve që ishin bërë paraprake. Jo. Por ky shkonte dhe pyeste banorët e zonave, kudo që shkonte. Shkoi në Afrikë dhe gjeti diçka në Afrikë, gurë të çmuar, ku ta di unë, mirë po aty rrugës kur po kthehej, dëgjoi për një legjend në Amazon. Dhe ç'bëri? U nis për në Amazon dhe ndënjë në Amazon në rrethinat e Amazonit, mos gaboj nga ana e Brazilit, për një kohë të gjatë, sepse ndejti për më shumë se 3 muaj. Dhe pasi mblodhi që të gjitha informacionet që ai kishte, shkruajti në ditarin e tij. Pra ai shkruante çdo gjë që bënte. Në ditarin e tij ai insistonte, duke shkruar, sepse shkronte shpesh, që kishte gjetur një qytet të humbur, një qytet që nuk është e mundur që të futet njeriu, sepse aksesi është është ndaluar. Okej? Tani, pse është ndaluar, ne nuk e dim. Por unë do t'ju pyesja juve, siç e bëra pyetjen fillimisht. Sikur të ekzistojë një vend vërtet, një qytet, ose le të themi që është një kupol, si pretendonte Jules Verne. Në sintezë, Jules Verne, në shkrimet e tij, ai ka folur edhe për një qytet humbur në Sudafrikë, në Afrikën e Jugut, por njëkohësisht ka folur edhe për një qytet ku pranë Amazonës ose në Amazon, që për të ishte qyteti i artë ose ku kishte shumë flori. Të gjithë e marrin këtë me pinca sepse thonë që është një fantazi e Jules Vernit. Dakord. Atëherë, si është e mundur që Percy fliste për të njëjtën gjë, eksploratori anglez, dhe për më tepër, kur shkoi në vend dhe gjeti informacionet, ai shkruajti në ditar. Pra për 3 muaj shkruante çdo gjë në ditar. Në ditarin e tij, çdo gjë. Dhe në ditar ai nënvizonte disa herë që fliste për një qytet që është e ndaluar që njeriu të shkojë. Për kë qytet e kishte fjalën? Çfarë vendi që nga ky që është i ndaluar? Bile, nëse shkojmë më poshtë shkrimeve të tij, ai thotë që për mendimin e tij është Atlantida e humbur. E di, që do kush nga ju do thotë, çfarë na thua ti tani? Shiko. Atëre, ka 2 versione. Jules Verne thotë që qyteti ose vendi që ai mendon ose që e rafiguronte në librat e tij
thot që është nën tokë, pra një qytet nën tokë. Shkon nën tokë dhe ka disa tunele derisa shkon tek vendi, por është e vështirë që të shkosh për shumë arsye. Sepse ka roje, si thoshte Jules Verne, është me fjalë ka forma të tjera jete që është e pamundur për njeriu, dhe janë të furnizuar me mjete luftarake jo njerëzore. Këto thoshte Jules Verne. Kurse zotëria këtu, pra Pirsi thoshte të njëjtin gjë, por e thoshte në formë tjetër. Sepse nuk thoshte që gjendet në tokë, nuk thoshte as që gjendet në ajër, por thoshte që gjendet brenda një kupole. Tani se si ishte kjo kupol, askush nuk e di. Por prisi, sepse historia është e vërtet e çuditshme. Tani, teksa shkruajti të gjitha ato çfarë i kishin thënë banorët e zonës, pleqët e zonës, ai bëri sikur iku, sepse pleqët e zonës i thanë një gjë. Fillimisht i thanë që është e ndaluar të shkosh. Pra, për njeriu është e ndaluar. Por gjëja tjetër, ata duke qenë dhe rojtar të zonës aty, nuk donin që ky të afrojë, për më tepër sepse ishte angles. Dhe ju e dini që e kishin me të huajt në atë kohë. Pra, jo vetëm në Brazil, por gjithë zona deri sipër, deri në Meksik. Dhe zotëria thoshte, u tha atyre që do ikte. Dhe ç'bëri? U kthye në Angli dhe mori djalin e tij. U furnizuan totalisht, u furnizuan me të gjitha gjërat që kishin, shpenzuan të gjitha parat që kishin, po thuaj, që të kishin një ekspedit të re, të fortë dhe të mirë. Dhe u nisën drejt Brazilit. Kur u futën në Amazon, ai gjithmonë me ditarin e tij, shkruante çdo gjë në ditar. Në momentin që u fut, përpara se të futej në Amazon, u tha ndihmësve që kishte që nuk duhet të përshkonin rrugën me të. Dhe i tha të qëndronin aty. Dhe çfarë shkruante në ditar, pra e njihnin dhe këta që ishin bashkë me të. Ditarin e parë, pra ditarin që ishte mbushur ai ditarin e parë e kishte lënë në Angli. Sepse do kthej dhe do të shtonte ditarin tjetër. Në ditarin tjetër, një pjesë prej këtyre gjatë ekspeditës, sepse ai çdo ditë shkruante diçka dhe mbushej ditari. Dhe ditari i dytë ishte që fliste për këtë, po flas se ai kishte shumë ditar. Me fjalë, ditaret e tij ishin me 10 mos gaboj, por ditari që shkruajti për këtë histori ishin 2. Njëri që e la në Angli dhe tjetri që e mori me vete. Tani, atë që mori me vete, ai shkruante çdo ditë dhe kush ishte me të lexonte. Kështu që nuk janë vetëm dëshmi të folura nga njerëzit, por edhe dëshmi të shkruara. Dhe sidoqoftë, ditari i dytë nuk u gjend. Megjithatë, po i thoshja që ai u nis vetëm me djalin e tij. Mori çfarë kishte, sepse tha ju nuk duhet të vazhdoni me ne rrugën, tha, por do qëndroni këtu. Këta të tjerët ngritën tendat aty ku ishin dhe i dhanë një koordinat, sepse lëvizin me koordinata, i dhanë një koordinat me anë të busullës dhe ky u nis. U nis dhe her pas here, pra vend pas vendi, ai vendoste një shenjë. Dhe në shenjat që vendoste, me fjalë në rrugën siç e kishte vendosur së bashku me ata që shoqëronin, u tha dhe i informoi që do shkonte në një drejtim të caktuar me anë të busullës, ata shkonin dhe ky linte një shenjë deri ku do shkonte. E bukur është që shkoi, ai linte përpara se të futej në një vend, pra ai në fillim fare i la të gjithë atje, ata që ndihmonin me fjalë të ekspeditës. Iku bashkë me djalin dhe kur u fut bashkë me djalin përpara se të futej në atë kupolën që quante ai, që sipas gjasave të pleqëve që ishin të zonës ai e gjeti, përpara se të futej në atë kupol, ai la një shenjë në një pemë, pra të shkruar në pemë, emrin e tij dhe të djalit.
dhe disa shenja të çuditshme, disa shenja që askush nuk i ka kuptuar se çfarë do të thonë ato shenja, çfarë kuptimi kanë. Tani, shenjat nuk zgjenden më, por ata që i gjetën atëherë, ato shenjat, askush nuk e kupton. Tani, nuk dihet nëse i la Pirsi bashkë me djalin ato shenjat, apo i shtoi dikush tjetër më vonë. Sepse ka dhe një tjetër ide që dikush mund të ketë shtuar ato shenjat, pra përveç shkrimit të emrit të tij dhe të djalit. E vërteta qëndron që Pirsi së bashku me djalin u zhdukën dhe nuk u gjendën më. Bile një ekspedit së bashku me ekspeditën ekzistuese që ishte aty, i kërkuan për ditë të tëra, madje edhe për javë të tëra. Nuk gjetën asnjë shenjë. Tani, ku është misteri i kësaj historie? Që tek shenja që ata kishin shkruar dhe deri tek tendat që ishin kilometra të tëra, ku qëndronin grupi tjetër, pra grupi që ai mbante me vete, ishte plot me shenja dhe me gjurmët e tyre. Se ata quan edhe qenë që t'i kërkonin. Por nga momenti që tek ajo pemë dhe tutje, nuk ekziston të asnjë lloj shenje. As qend nuk merrin dot erë. S'kishte asgjë. Fare. Zhduker. E zhdukur totalisht. Shenjat, era dhe çdo gjë. Tani, dikush pretendon që ai ndoshta është futur në ndonjë brim të ndonjë vendi të nënveshëm, sepse s'ka zgjidhje tjetër, thot dikush. Dikush pretendon që është futur në ndonjë pemë, pra mund të ketë një pemë me një, si mund të quhet, me një vrim që të çon poshtë. Dikush thot që mund të ketë rënë diku, mirë po aty nuk ka vende që ti ku mund të biesh. Sipër nuk ka ku të shkonte, vetëm në për pemë. Kështu që vetmja mënyra që nëse ka shkuar poshtë, ose në një vend që për ne është i padukshëm dhe ne nuk kemi akses. Thash, e di që shumë prej nesh o thonë tani, çajnë këto budallëq. Të mbani mend që senset e njeriut janë banale, kështu që ne nuk e dim këtë, ekziston apo jo. Por le të themi që nuk ekziston. E vetmja mënyrë është që ai mund të ketë shkuar poshtë, diku poshtë, por pse nuk u kthye më? Çfarë ndodhi? Vdiqën të dy? Ku i dihet? Askush nuk e di. E vërteta qëndron që ata shkuan në kërkim të një qyteti që ai thoshte që e kishte gjetur, dhe për të ishte Atlantida, 99% thoshte. Por mund të ketë qenë edhe ndonjë qytet tjetër, ose diçka e mbinatyrshme që ai nuk e njihte. Ndoshta në një forum diskusi anije kozmike dhe ka marrë me vete. Askush nuk e di. Megjithatë, ky mbeti një mister. Kështu që unë pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument. Mua më ka mbetur në kujtesë sepse që të dy, qoftë Jules Verne, por qoftë edhe Pirsi, thonë me fjalë shkruanin të njëjtën gjë, të një qytet të pa mundshëm për të futur njeriu, pra pa akses. Pres komentet tuaja. Natë.